Në fshatin Mjed të Vaudesit, një i ri ka ngritur kopshtin e parë të fluturave në Shqipëri, duke kthyer pasionin për biologji në një sipërmarrje inovative dhe atraktive. Nisi me 2-3 flutura, pastaj u bën 20, pastaj u bën 100, se çdo brezni shumohet shumë e më shumë. Ky është viti i dytë që kopshti i fluturave këtu ku jena është i hapur. Në kopësht vizitorët kanë mundësi të mësojnë nga afër ciklin jetësor të fluturës. Gjatë metamorfozës, flutura kalon në 4 faza. Ka fazën e vezës, ka fazën e krimbit, që është vemje, ka fazën e pupës dhe pastaj është flutura. Së fundmi, fluturat e këtij kopshti kanë nisur të kërkojnë edhe për evente të ndryshme, përfshirë festa dhe dasma. Kërkojnë flutrat, përveç se për t'i shiju këtu te kopshti, kërkojnë edhe punimet për dhurata, për zbukurime në shtëpi. Kërkojnë edhe flutra për eventet të tyre të jetës, të dasmave. Përmes kësaj nisme, Marko synon të përcjellë edhe rëndësinë e natyrës dhe paqen që ajo jep. Sa më shumë të jeni të lidhur me natyrën, aq më në paqe do jeni. Kopshti i fluturave në Mjed po shndrohet gradualisht në një pikë referimi për turizmin alternativ dhe edukimin mjedisor, duke dëshmuar se idetë e reja dhe pasioni mund të kthehen në modele suksesi edhe në zonat rurale, ku krahas shumëllojshmërisë së fluturave, gjen edhe modele të ndryshme të balsamosura.